që janë morale dhe gjithmonë kanë qenë të zbatueshme. Shpresoj dhe besoj që brenda ditës së sotme mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive, por mbetet të shohim çka është ajo, ka ose nuk ka. Po votat për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit mendoj që i takojnë gjithmonë shumicës parlamentare dhe si pozicion politik. Është LDK-ja në pjesë e këtij skenari për ndërprerje të seancës konstitutive? Jo, ne nuk kemi qenë as të njoftuar, nuk kemi qenë as të informuar, këtë çka ka rrjedhë e patë edhe vetë nga seanca kuvendore, ku ishte e pritshme vetëm deklarimi i emrit, sepse nuk ka dhe debat në seancën konstitutive, po ky është Albin Kurti, ai din edhe debatoj edhe të hap fushat elektorale, edhe të kërkoj shtesë, duke menduar që është një edhe i vetmi mbi kushtetutën edhe mbi vullnetin politik të dalë nga zgjedhjet e fundit. Faleminderit shumë. Ata ne mund ta ndryshojmë pozicionin për jashtë